Shoferi e një automjeti shpëtoi pa therrë në këmbë për goditjen e një fëmije 13 vjeçar që doli papritur në korsinë e qarkullimit në rrugë të martën e mbrëmje në Prishtinë. Pamjet nga kamerat e sigurisë tregojnë se djali 13 vjeçar u godit nga vetura në rrugën Ali Kelmendi në Prishtinë derisa po ndiqej nga qente Ndacak. Shoferi i mjetit ndaloi menjëherë dhe qëndroi në skenën e incidentit për më pak se 3 minuta. Shfaqin pamjet të cilat i ka siguruar paparaci. Ai shihet derisa del nga vetura dhe e shoqëron të miturin në skajin e rrugës. Aty e lë në shoqërinë e një kalimtari të rastit dhe largohet nga vendi i ngjarjes, pa e lajmëruar aksidentin. Trembëdhjetë vjeçari pësoi plagë në gjunjë dhe në këmbë, lëndimet e cilat i trajtoi në qendrën e mjekësisë familjare, i tregoi paparacit prindi i të miturit, i cili lajmëroi rastin në policinë e Kosovës rreth orës 19. Por i dyshuari për shkaktim të aksidentit ndodhet ende në Arati. Në policinë e Kosovës nuk është hapur rast për largimin e shoferit nga vendi i aksidentit pa njoftim të autoriteteve.